U rikthyem në pjesën e dytë të emisionit të Ritmi i ditës, ku gjithmonë kemi të ftuar tan special. Kësaj radhe kemi të bëjmë me Universitetin e Tetovës, ku në këtë universitet është botuar të themi revista Përtej. Dhe këtu me mua në studio kemi krye redaktorën e kësaj reviste, Altina Sulejmani. Mirë se erdhe Altina në emisionin në Ritmi i ditës. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Atëherë mund të na thoni se cili ishte qëllimi themelor i krijimit të revistës studentore Përtej? Revista Përtej është themeluar në vitin 2013 nga studentë të katedrës së gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe botimi i saj që atëherë vazhdon ende edhe sot. Qëllimi i kësaj reviste ka qenë dhe po ashtu vazhdon të jetë edhe sot që të nxjerrë në pa talent të rinj. Studentët janë ata të cilët krijojnë rubrika, lekturojnë, publikojnë poezitë, esetë dhe tregimet e tyre të shkurtra. Mund të na thoni se si ndikon kjo revistë në zhvillimin krijues dhe profesional të studentëve? Revista ka një ndikim pozitiv në zhvillimin profesional të studentëve, sepse ju mundoson atyre që të përjetojnë një përvojë të re dhe gjithashtu i nxit që të mendojnë në mënyrë kreative për të krijuar rubrika të reja. Gjithashtu, në këtë mënyrë ata arrin të fitojnë edhe aftësi për të përzgjedhur materiale dhe njëkohësisht edhe për të lekturuar, i përgatit për punë ekipore dhe se si të jenë bashkëpunues. Gjithashtu, revista është një dritare që ju mundoson studentëve që të fitojnë guximin për të ushtruar profesionin e tyre dhe njëkohësisht për të fituar vetbesim që të publikojnë pastaj edhe shkrimet e tyre. Mund na thoni se si realizohet bashkëpunimi me studentët, profesorëve dhe redaksisë që i keni? Sigurisht që ne për çdo gjë së pari konsultohemi me profesorët, duke qenë se ata janë mbështetësit dhe udhërrëfyesit tanë. Na japin për herë të parë detyra dhe mbikëqyrin punën tonë. Na japin sugjerime dhe na ndihmojnë që të vim në kontakt me shkrimtar apo studiues si për rubrikën e intervistës dhe bibliotekës ideale, duke qenë se ata njohin më mirë aftësitë e gjithë secilit prej nesh, pasi temat e rubrikave përzihen prej nesh, ndërsa ata njohin afinitetin e gjithë secilit. Mund të na thuash se çfarë ndihme ose mentorimi marrin studentët nga stafi akademik gjatë hartimit të shkrimeve? Ne kemi lëndën e shkrimit akademik, tek e cila studentët praktikohen për mënyrën e shkrimit dhe çdo gjë që ka të bëjë me ta. Por edhe gjatë përgatitjes së revistës, gjatë materialeve, na udhëzojnë drejt burimeve të sigurta dhe në krijimin e teksteve sa më cilësore. Altina, mund të na thuash se a ka ndonjë kriter të veçantë që duhet të plotësojnë shkrimet për të botuar në revistën studentore Përtej? Kriteret për botim janë se punimet duhet të jenë punime të studentëve dhe të kenë të bëjnë me letërsinë, me artin dhe njëkohësisht edhe me historinë kombëtare. Shkrimet duhet të jenë të përzgjedhura me kujdes, duhet të shmangen gabimet drejt shkrimore dhe njëkohësisht duhet të kenë një gjuhë të qartë dhe të kuptueshme. Keni menduar që në revistën tuaj Përtej të themi revistën tuaj, pasi që dhe ju jeni kryeredaktore e kësaj reviste, të shtoni rubrika të reja dhe nëse e keni menduar cilat do të jenë, çfarë do të ndryshonit, çfarë do të shtoni? Po, patjetër, se kemi menduar që të ketë të rubrika të reja, madje edhe në këtë numër kemi pasur rubrika të reja, një ndër to ka qenë Kënga e hapur, duke emëruar kështu në bazë të referimit të analizave të poezive që bën profesor Agim Vinca. Kjo rubrikë, këtë numër, ka pasur analizë të poezive të Fajkonicës. Shumë mirë. Mund të na thoni sa kohë merr përgatitja e një numri të vetëm nga konceptimi deri në botimin e revistës? Këtë herë ka shkuar rreth 7 muaj deri në botim, por mund të zgjatë edhe më shumë. Duke qenë se çdo gjë përgatitet nga studentët, që nga përzgjedhja e materialit, lekturimi, dizajni deri te faqosja, duhet pasur parasysh se realizohet gjatë periudhës së procesit arsimor dhe gjatë kësaj periudhe studentët janë më të angazhuar, kanë provime, kanë kolokviume dhe mund të zgjatë edhe më shumë se kaq. Më shumë se kaq. Si mund të bëhet një student pjesë e redaksisë revistës? Ka ndonjë kriter apo kush don sipas dëshirës? Po ka edhe një kriter. Hajde të shohim cilët janë ato kriteret. Studentët të cilët janë pjesë e redaksisë duhet të jenë studentë të gjuhës dhe letërsisë shqipe, gjithashtu duhet të njohin drejt shkrimin dhe të marrin përsipër përgjegjësi për të bërë lekturimin e teksteve, sepse është një goxha punë. Goxha një punë e madhe, patjetër. Si zgjidhen temat që trajtohen në secilën rubrikë të revistës?
Disa nga rubrikat e revistës janë tradicionale, janë të përhershme në çdo botim, siç është rubrika e intervistës, bibliotekës ideale dhe e gjuhësisë. Mirëpo çdo numër ka prurje të reja, ka materiale dhe tema të ndryshme, mirëpo kjo varet prej kreativitetit të studentave dhe njëkohësisht edhe prej materialeve që arrim të gjejmë. Ne kemi ato rubrikat tona në emisionin ton të përditshme dhe ato javore nuk na mungojnë. Tradicionalet nuk ndryshojnë. Tradicionalet e ashtu i kemi si gjithmonë kuriozitetet, këshilla shëndetësore nuk na mungojnë në asnjë ditë, nga e hënia deri te premten. Mund të na thoni se a keni bashkëpunime ndonjëherë me revista të tjera, mediat, apo mund të themi edhe me institucionet kulturore? Jo, ende nuk kemi bashkëpunuar me revistat të tjera, por sigurisht që në numrat e rinj, në prurjet e reja, mendojmë se do ketë risi edhe në këtë pjesë. Edhe në këtë pjesë. Çfarë dallon numrin, të themi, numrin 7 revistës nga numrat e mëparshme? Ky numër vjen i pasur me një përmbajtje që prek emra të mëdhenj, tema me rëndësi, janë dhe zëra të rinj për t'i dhënë përpjekje kuptimit së fjalës së shkruar të brezit tonë. Një mesazh që përcjell gjenerata e re. Gjenerata e re, do të thënë gjithmonë duke u bazuar në atë që gjitha shkrimet janë të shkruar, do të thënë nga vetë studentët. Pse vendosët ta përfshini intervistën me shkrimtarin Besnik Mustafaj në këtë numër? Çfarë mesazhi synuat të përcjellni? Revista Përtej gjithmonë hapet me rubrikën e intervistës, po ashtu edhe në këtë numër ajo fillon me po të njëjtën rubrikë dhe këtë herë kemi zgjedhur Besnik Mustafajin për të bashkëbiseduar për krijimtarinë e tij dhe për veprën Vera Pakthim, duke qenë se Vera Pakthim është vepra që e ka formuar atë si shkrimtar dhe si krijues. Kemi qenë të privilegjuar që të bashkëbisedojmë me shkrimtarin për të shfaqur perspektivat e reja mbi artin, letërsinë dhe punën e tij krijuese si shkrimtar. Mund të na thoni se si lindi ideja për të nderuar figurën e Ismail Kadares me rubrikën Përshpëritje? Ismail Kadare është një ndër figurat më të rëndësishme të letërsisë shqipe, duke qenë se me Ismail Kadaren në fakt me veprat e tij fillon edhe periudha e romanit shqiptar dhe një vit më parë ai u nda nga jeta. Kurse si zakonisht rubrika e përshpirtjes u është kushtuar personave të cilët shkrimtarëve dhe figurave të cilët janë ndarë nga jeta, me qëllim që të përkujtojmë kontributin që ata kanë dhënë për letërsinë shqipe. Vitin që shkoi te rubrika e përshpirtjes ishte poetesha jon Lindita Ahmeti, kurse këtë vit ja kushtuam Kadares. Kadares, si është të jesh kryeredaktore e kësaj reviste studentore, që sa vite mund të themi që sa kohë ushtroni ju këtë detyrë? Unë jam pjesë e revistës që nga viti i parë, tani jam në vitin e tretë të studimeve, realisht sa ka përfunduar. Por si kryeredaktore e revistës? Si kryeredaktore e revistës, mirë, privilegj ka qenë që t'jem kryeredaktore. Privilegj, është shumë mirë. Dhe a është e vështirë ta bësh si punë? Po patjetër se është pak e vështirë, kërkon një përqendrim, kërkon kohë, kërkon edhe shumë durim, sepse siç e thash çdo gjë përgatitet nga studentët dhe shkrimet janë të studentëve, mirë po puna e redaksisë e drejt shkrimit kërkon një gjuhë tjetër, të jesh pak më strikte që ndoshta ndonjëherë mund edhe të mos ju pëlqej, mirë po ti kur ja dorëzon punën kryeredaktores ose redaktorit vendos që ti besosh. Pastaj redaktori vendos të të besoj ty apo ti jetë besues lexuesit. Dhe mendoj se çdo herë duhet punojmë për lexuesin. Sa është, të themi, sa bashkëpunoni me studentët, se kjo sado që të jetë revista është një punë kolektive, duhet të jeni të gjithë të bashkuar, të jepni ideja. Sa janë, të themi, edhe studentët kreativ, po dhe ju jeni vetë studente kreative? Të gjithë janë kreativ, realisht, ka një frymëzim. Ne nuk bashkëpunojmë vetëm me studentët e gjuhës, por bashkëpunojmë edhe me studentët e historisë edhe me studentët e artit figurativ. Madje revista faqosja është bërë prej studentëve të artit, gjithashtu brenda saj ka punime edhe prej studentëve të historisë. Ka një interesim. Ka një interesim. Cila rubrikë e revistës është më e dashur për ju dhe pse? Për mua personalisht është yjet e reja të qiellit letrar, duke qenë se janë shkrimet e studentave dhe janë një krijim i pastër i tyre që del nga brendia e tyre ose nga një frymëzim i rastit, por rëndësi ka që janë shkrimet e studentave. Ajo është më e rëndësishme. Ju ka lënë ndonjë, të themi, ndonjë prej shkrimeve të studentëve më shumë përshtypje, por edhe që ka tërhequr, të themi, edhe studentët tjerë me atë shkrim, me atë botim? Po, patjetër. Do e dalloni ndonjë rubrikë, të themi, ose ndonjë shkrim të studentëve?
Do kisha përfshirë të gjithë yjet e qiellit letrar, të gjithë janë shumë të mirë, të gjithë janë shumë kreativ. Nuk besoj se mund t'i dallojnë veçanti sepse secili ka dhënë diçka nga vetja, çdo shkrim që del, çdo gjë që botohet e një autori, e një shkrimtari ka një copës të tij e brenda, diçka që piknisjen apo burimin e ka prej vetes tij. Për atë nuk mund të dalloj asgjë, mund të them se janë përjetime të gjithëve. Po, sa ka ndryshuar të themi revista për te nga kur ka filluar të botohet dhe deri më tani? Që është numri 7 i cili është botuar tani. Po, që atëherë besoj se ka ndryshuar shumë, duke qenë se edhe gjeneratat ndryshojnë njëra pas tjetrës, pastaj ne jemi një gjenerat më e re, brezion ka gjëra tjera, synimet i ka më ndryshe se siç kanë pasur të tjerat, andaj ka goxha ndryshime. Duke pasur edhe parasysh edhe bota teknologjike ka ecur shumë para, sa ndikon kjo dhe kjo në revistën tuaj, teknologjia ka bërë të vetën, a i keni më të lehtë të themi, apo duke pasur parasysh se në fillim ka qenë më e vështirë, nuk kanë qenur, mund të themi, që rrjetet sociale që të promovohen, të botohen këta libra? Tani sigurisht që për ne është më e lehtë, çdo gjë që neve na duhet, ne mund ta gjejmë shumë më lehtë në internet, por qëllimi ynë nuk është që të lidhemi shumë me teknologjinë, qëllimi është te leximi, edhe gjithçka që ne marrim, materiale që i kërkojmë, informacione që na duhen, së pari i kërkojmë në libra. Në libra, patjetër. Po, pastaj i referohemi teknologjisë. A keni menduar që revistën ta keni edhe në mënyrë elektronike për studentët, apo thjesht do jetë që ta prekin revistën në dorë, ta kenë dhe ta shfletojnë? Brezat e rinj nuk e di si mund ta shohin këtë, ndoshta edhe mund të bëhet nga të tjerët, varësisht se si do jetë frymëzimi dhe kreativiteti i studentëve, por për ne e rëndësishme është që ta kenë në dorë revistën. Tjetër është kur e kenë dorë dhe shfleton, tjetër është kur e sheh në internet. Patjetër, nuk lexojnë lajme, lexojnë intervistë. Disa ndjesia mund të themi që është më ndryshe. Mund të na thoni se çfarë shihni si synim afatgjat për revistën për teja? Mendoni se mund të shndrohet në një platformë kombëtare kulturore në të ardhmen? Uroj që kjo revistë të ketë ndikim dhe të frymëzojë edhe studentët e tjerë që të arrijnë të krijojnë diçka të ngjashme si kjo, ose të dërgojnë botime për shkrimet e tyre që i kanë dhe ta fuqizojnë atë sa më shumë që të krijojnë një shkëndij kulturore për brezin tonë, pse jo? Keni menduar në të ardhmen të bashkëpunoni edhe me studentët e trevave shqiptare, qoftë nga Kosova, qoftë nga Shqipëria? Po, patjetër. Edhe këtë vit ishte në diskutim të bashkëpunojmë me të tjerat, mirë po nuk arritëm, por besoj se në numrat e rinj do të ketë bashkëpunime. Mendoni që të kemi një revistë unifikuar të trevave shqiptare nga Shqipëria, të kemi një revistë studentore nga gjithë së bashku? Pse jo, mund. Me rubrika të ndryshme, rubrikë kosovare, rubrikën nga Shqipëria, rubrikën nga shqiptarët e vendit tonë që gjithmonë jemi aktiv dhe mundohemi që të përcjellim ndonjë mesazh. Keni plane për projekte të tjera letrare apo kulturore në të ardhmen? Ne shumë shpesh brenda në katetër organizojmë orë letrare, por edhe aktivitetet të ngjashme, por besoj që vitet në vazhdim do mundohemi të krijojmë diçka më tërheqëse dhe që do jetë më e hapur për publikun. Mund të na thoni se sa është interesimi i studentëve për të futur, të themi, në revistën tuaj, për të qenë pjesë e revistës? Ka interesim? Tani më duke pasur parasysh se është edhe regjistrimi i vitit akademik të ri, mendoni që edhe këto gjeneratat e reja do kenë interesim për të bërë pjesë e revistës? Po patjetër, është një fluks shumë e madhe kur përhapet tek të tjerët, sepse besoj se të gjithë duan të arrijnë diçka në jetë, të gjithë kanë një synim dhe kur shohin se diçka sapo ka filluar, patjetër se ata duan të jenë pjesë e saj. Ka një interesim. Dhe në fund, cili do të ishte mesazhi juaj për gjithë ata studentët që kanë dëshirë për të shkruar, që kanë, të themi, hobi, të themi, dashuri për shkrimin, cili do të ishte mesazhi juaj, pasi që ju jeni edhe vetë studente dhe e keni parë dëshirën, e keni pasur ndoshta dëshirën për të shkruar dhe sidoqoftë leximi duhet të jetë gjithmonë aty se për të lexuar, për të mësuar, për të informuar. Mesazhi juaj për gjithë ata studentë? Do ju kisha thënë që të mos e lënë asnjëherë shkrimin, të mos dorëzohen asnjëherë, edhe nëse ju duket se nuk do arrijnë. Mirë po, të mos kenë edhe shumë komplekse për botimin e shkrimeve të tyre, se edhe unë vetë kam pasur komplekse, besoj se edhe të tjerat i kanë këto. E dihet se masa mund të gjykojë, mund të pëlqejë, mund të mos e pëlqejë, po ti nuk duhet të dorëzohesh. Rëndësi ka që të vazhdosh të shkruash edhe ta ndjekësh zërin që ke për brenda. Keni pasur ju paragjykime?
në Jo, nuk fillimet? kam pasur paragjykime, po mendimi edhe ndjenja, intuita e bën të vetën, që pastaj të jep mendime se mund të kesh, mund të mendoj kështu ai, mund të mendoj kështu ky, po ajo nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që ti ta dish çfarë je për vete. Edhe ku do ta arrish. Sa është numri studentëve të cilët janë të përfshirë në këtë revistë? Keni një numër, një shifër? Mund të jenë mbi 20, nëse nuk gaboj. Mbi 20 është të përfshirja. Po duke qenë se çdo gjë përgatitet prej studentëve. Çfarë do t'i thoshte të gjithëve lexuesve të revistës Përtej? Ju kisha thënë shumë faleminderit për bashkëpunimin. Jam shumë e kënaqur me gjithçka që ata kanë arritur deri sot dhe gjithashtu kjo besoj që të jetë edhe një frymëzim dhe një motivim për ata që të kenë ide më të reja, kreativitet më shumë, edhe të vazhdojmë si gjithmonë. Dhe kështu që lishe mund t'ju themi të gjithë studentëve që dyert janë të hapur, të gjithë ata të cilët të duan të jenë pjesë e revistës. Patjetër, është e hapur për të gjithë. Ju faleminderit shumë Altina që ishit të pjesë e emisionit të Ritmi i Ditës. Shpresoj që do ju kemi edhe më tej të vazhdoni me publikimin, me botimin e revistave të reja dhe pse jo edhe ndonjë revistë tjetër të keni në të ardhmen. Po patjetër, besojmë se do të ketë edhe ndonjë revistë tjetër. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën. Ishte kënaqësi të jem këtu me ju. Shikues të nderuar, kjo ishte biseda e parë që zhvillua me Altina Sulejmanin, me kryeredaktorën e revistës studentore Përtej. Rikthehemi pas pak me musafirët e radhës në studio.